thjesht dhe qartë. Është një kryeministër që ka vënë në pozita shumë vështirë unitetin kombëtar. Shtetin shqiptar dhe shteti shqiptar sot është i rrënuar. Ne nuk kemi shtet. Një njeri ka pushtuar gjithë institucionet dhe vendi shpi pyetje. Kolonel, ju thatë të krijohet partia me Medheu, ne nuk kemi folur bashk pas krijimit të kuvendit, ku ju ishit i pranishëm. Ju bindja e kuvend atje? Që kuvendi nuk ka dera për partijake. Kuvendi ishte një diskutim i hapur që hedhin mendime të ndryshëm njerëzit dhe ishte një projekt i cili unë e shpjegova nëse do të realizohet do të kalojë me vendim gjykate. Pra unë jam njeriu i zbatimit të ligjshmërisë. Po, kërkoni institucionalizimin e çdo hapi. Unë masi u shkëputa nga detyrat shtetërore, krijova institutin e politikave kombëtare me vendim gjykate, e cila ka përcaktuar statusin e institutit dhe detyrimet që kanë. Prandaj unë flas lirshëm dhe në këtë fushë flas hapur popullit tim. Pra kam një institucion ligjor dhe jo thashë theme rrugësh. Prandaj u thash atë ditë, vazhdoni më teja dhe institucionalizoni në gjykatë, sepse gjykata të institucionalizon kur je brenda ligjeve. Po që jashtë ligjes nuk të institucionalizon. E fundit, kolonel, si mbyllet tani në vazhdim, si mendoni që do jetë kjo verë përpara ngushti e protestës, por nga krahu tjetër edhe i qeverisë? Do reflektoj apo do mbetet e besa? Ai nuk ka shak reflekton se ka hyrë shumë thellë. Nuk ka ndryshon. Se po të kishte ndryshuar, mirë anullimin që nuk e bën, po do kishte ndaluar vazhdimin e mëtejshëm të lejeve të investitorëve strategjik si çdan Vlorë, Turkut, apo të paketës maleve që kritikon shumash për Parlamentin Evropian. Ndjes për ato të Zvërnecit tek Besa, tek manifesti, kishte një pikë që do ta ridiskutojnë brenda 90 ditëve. Mund të jetë kjo një shteg që edhe mund të tërhiqemi? Zvërneci është i bllokuar sepse 200 milion të shehajt janë bllokuar nga Spaku dhe shehaj me të tjerë janë ndjekje penale. Pra ka një farë bllokimi, po jo anullimi. Dialog, bllokimi është i përkohshëm, vetëm anullimi ligjërisht njihet. Pra, kur themi neve përmbysjen e sistemi, do të thotë që jo të bllokohen, po të anullohen ligjet nga 92 referendum deri sot. Dhe kur themi ne të anullohet ligji investitor strategjik, do të thotë të anullohet ligji dhe të anullohen të gjitha përfitimet që kanë marrur këta investitor strategjik të Tiranës. Ashtu si dhe paketa e maleve. Të anullohet do të thotë të shirohen të gjitha malet dhe të gjitha vendet tjera që kanë marrë këta investitor strategjik dhe paketës e maleve, kjo pasuri të rikthehet popullit që takon. Pra shumë a thash atje, anullim, jo bllokim, jo çfuqizim. Çfuqizim ligji, ai çfuqizon mos vazhdon ligji, po përfitues do vazhdon të marrë. Jo. Anullimi i ligjit dhe anullimi të gjithë përfitimeve të hajdutëve të Shqipërisë. Kjo ka thënë Edi Rama. Ky është shërimi i Shqipërisë as sistemi. Prandaj, flasëm me gjaksotësi dhe me argumente. Vetëm gjykata kushtetuese e cila flo gjumë, edhe Spaku nuk i është përgjigjur. E ka kompetencë kushtetuese të anullonte menjëherë marrëveshjen e Salzani dhe Zvërnecit, i thoshte Ramës stop, dhe sa Spaku që po flo gjumë që besuam shumë, ishte filluar ndjekjen penale për këto marrëveshje korrupsion me krim të organizuar ka kryeministrit dhe tjetër. Dhe fatkeqësisht ata nuk janë deputet e Partisë Socialiste. Dhe Partia Socialiste ishte dikur ka një shkëlqyer. Ata janë deputet që ka zgjedhur Rama, janë bërë skrever të tija dhe janë pjesë e kësaj tradhtie kombëtare të cilët do kenë emër të zi në historinë e Shqipërisë. Ata janë pjesë e kësaj tradhtie. Sepse po të ishin avetar, ata do kërkonin heqjen e votobesimit e Edi Ramës dhe torzonin e Edi Ramës dhe nëse kishin shumicë mund të vinë kryeministër tjetër.
po ata mbanë ramën në krye se janë pjesë e kësaj hajduterie, se jetojnë në dila, në avione, e në gjithë trajtimet të jashtëzakonshme të Shqipërisë. Braçja, një hapër para vjetë mbrapa. Po është kjo lufta për Braçja, në heqje trim. Se s'kërkon zoti Braçe, edhe pse ka votuar të ketë rrogën 4.8 milion ku në fshat Bëlluthërbuk. Kupton apo jo? Se Braçja bën një llafë e hiqet mbrapa, nuk kërkon heqjen e statusit të Tiranës. Janë pjesë, ato janë lodra propagandistike, ato janë bashkë së bashku të gjithë. Kolonel, faleminderit shumë për bisedën. Jam mirënjohës për gjitha çështjet që diskutuam, edhe në emër të publikut, pasi qindra mira komente të tyre, ju falenderojnë dhe më lejoni që nëpërmjet tyre ju falenderoj edhe unë për bisedën që zhvilluam. Edhe, ose mendoni se dhe unë e kam të letë, të vijë të flas në televizor, flas nga halli. Flas nga halli, se atë dheu, do me thonë, atë dhe, baras, atë dheu i babait. Më dhe, i thonë dheu i nënës. Po kape, atë dhe, dheu babait, më dhe, dheu nënës. Pra, dheu i nënës dhe babait tim, dhe joti, e gjithë shqiptarëve të po fale dhe po shitet nga tratat e kombit. Kjo më detyron mua të flas, sepse çdo gjë ka një mas. Pra, ka kaluar çdo lloj kufiri, që unë detyrohem dhe flas, dhe i them popullit shqiptar, ngreuni në këmbë për të shpëtuar atë dheun. Jo me armë, si në dhe shtatën, se o gjak derdhja madhe, po në rrugë demokratike të shirojmë Shqipërinë nga kjo tradhti kombëtare. Ta nuk kanë asnjë lloj bese, është tradhtia në mes. Të falenderoj shumë kolonel dhe duket sipas gjitha gjasave betejë finale është hyrë për në vjesht. Dhe jam mirënjohës shumë. Detyrimisht, sepse ai prandaj e shtyri të kjo të venitet dhe një farë mase po realizon. Dhe u thot, vazhdoni juve në sheshe dhe takoni në 2029. Në 2029 ai nuk govej me vdekje deri atëherë. Po problemi është se e lodhi shumë popull shqiptar, shtoi krizën ekonomike financiare të popullit të varfër dhe prishi më thellë unitetin kombëtar dhe na ka bërë objekt të diskutimi në gjithë media ndërkombëtare, që unë ndjek televizorin e Anglisë, të Amerikës, të Italisë, të Turqisë, ku trajtohet qeveria më e rekrutuar, me qeveria që ka sjellë pasojë dramatike ekonomisë shqiptare. Shikoni çfarë thonë analistët e niveleve strategjike botërore dhe të mos rrinë kafeneve të pensionistët po të ngrihen këmbë, të mbrojnë fëmijët e tyre që kanë dhënë protesta. Faleminderit shumë kolonel. Faleminderit. Edhe